përmes, po themi, në thonjza udhëzimeve tua, djemtë si Meritoni, Romeo, mundën që të faleshin brenda Big Brotherit. Kur dole, more ndonjë kompliment për shpirtin që pate për t'ju mësuar atyre, po themi, që të faleshin? Po, absolutisht. Biles në gjatë muajit të Ramazanit që ishim agjërueshëm, isha i ftuar në një iftar dhe rastisa edhe me Romeo. Mas shumë kohësh u takuam në një iftar dhe në një bisedë sipër, domethënë, ai ishte falendërues, po nuk do të jetë falendërues ndaj meje, ai do të jetë falendërues ndaj Zotit. Unë thjesht jam një sebeb, le të themi, domethënë, që bëhem sebeb për diçka. Ama do të jetë falendërues ndaj Zotit, pavarësisht që unë e falenderoj shumë se ai në sy të tavolinës, domethënë, tha që prej vitit kam filluar të praktikoj fen. Domethënë është bë sebeb që më ka shtyr, gjithashtu dhe shumë tjerë.